Në ditën e lindjes së mbretit të Charles me 14 nëntor, Ambasada Britanike në Tiranë organizoi të premten një aktivitet të festiv në Kukës me synime për të forcuar urat e bashkëpunimit mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë. Zëvendës ambasadorja Julia Sutherland u shpreh se kjo ditë nuk shënon vetëm festimin e ditëlindjes së monarkut britanik, por edhe marrëdhëniet në rritje mes dy vendeve. It's my great honor and pleasure. Është një nder i madh për mua dhe një kënaqësi e madhe që në emër të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar dhe ambasadorit të mirëpres ju këtu sot në këtë aktivitet kaq të veçantë në kuadër të javës së kulturës britanike. Today is sot është ditëlindja e madhërisë së tij mbretit Charles, and we celebrate that. And also ne sot festojmë ditëlindjen e mbretit, por gjithashtu duam ta përdorim këtë të shfrytëzojmë këtë mundësi në mënyrë që të festojmë edhe marrëdhënien e dy vendeve tona dhe e cila shërben si një urë mes këtyre dy vendeve dhe si një mundësi për të ndarë traditat tona, vlerat tona dhe gjithçka që na bashkan. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Kukësit Albert Halila vlerësoi ndihmën e dhënë nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar për zhvillimin e qytetit dhe njoftoi se bashkëpunimi i fundit po materializohet me ngritjen e shkollës së re profesionale në Kukës. Ne së bashku me ambasadën angleze jemi drejt finalizimit të shkollës profesionale, e cila do jetë një ndihmë shumë e madhe në tregun e punës për të ardhur në ndihmë me gjitha profesionet në qarkun e Kukës. Gjejë rastin, falenderoj gjithë pjesëmarrësit dhe në Kukës, si që shikoni, edhe tek paneri poshtë ka një sërë supermarkesh që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të Kukësit dhe paketa e maleve e cila po iniciohet nga qeveria shqiptare do jetë një ndihmë shumë e madhe për gjithë Kukësin në lidhje me zinxhirin ushqimor që ka të bëjë me furnizimet të cilat do jenë të garantuara të lidhje me shitjen e tyre, sepse këto do jenë edhe një pikë kontakti në lidhje me prodhimet vendore që do jenë në Kukës. Ndërkohë, deputeti i zonës Eduard Shalci theksoi se Kuksi ka një lidhje të veçantë me Anglinë, duke kujtuar se shumë prej banorëve të këtij qarku ishin ndër të parët shqiptar që emigruan drejt Mbretërisë së Bashkuar. Ka një lidhje ky qark me Anglinë, janë ndër të parët që zbuluar Anglinë. Unë vetë gjatë vizitave të shumta që kam bërë në Angli, kam hasur shumë kuksian, hasian, tropejan, të cilët tashmë janë pjesë e shoqërisë angleze. Dhe një pjesë e tyre kanë kthyer kokën mbrapsh. Disa janë kthyer, disa kërkojnë të investojnë, disa tjerë kanë investuar, por ky qark dhe ky qytet ka ndjerë praninë, mbështetjen e partnerëve në zhvillimin e projekteve të ndryshme. Aktiviteti pjesë e javës së kulturore britanike u shoqërua me një panajër të gjerë të produkteve vendase, bujqësore, artizanale, bimeve medicinale dhe pijeve tradicionale të zonës së Kukësit. Stendat e prodhuesve lokal tërhoqën vëmendjen e vizitorëve dhe përfaqësuesve britanik, duke shfaqur cilësinë dhe potencialin e produkteve të verejlindjes.